Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i është kundër përgjigjur deklaratave të kryeministrit Rama, duke mohuar se është opozita ajo që po pengon integrimin evropian të Shqipërisë. Sipas tij, janë dy faktorë kryesorë që pengojnë hapjen e dyerve të Bashkimit Evropian. Spari lufta kundër korrupsionit merr fund. Pa dënimin, pa heqjen e imunitetit të Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa thirrjen e Edi Ramës për të gjitha ato që mban dosja Balluku, nuk ka, është faktikisht dosja Rama, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pas kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, kreu i qeverisë ka zgjedhur të mashtrojë vazhdimisht për raportin i Bar. Po rritet gjithnjë, po bëhet gjithnjë më i madh. Numri vendeve që kundërshtojnë në mënyrë të prerë të votojnë i Barin. Berisha theksoi gjithashtu mungesën e hetimeve parlamentare mbi dosjen e Akshit, duke thënë se pas 8 muajsh nuk është ngritur asnjë komision hetimor. Gjerë sot, Edi Rama i ka mohuar opozicës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme e qytetarëve shqiptar. Berisha nuk la pa përmendur rastin e Ergyes Agaçit, i cili sipas tij nuk ka mandat ndërkombëtar arresti dhe për më tepër po mbahet në mbrojtje të shtetit. 2 javë më parë, Ergyes Agaçi e kanë rrafur shumë keq. Sipas qytetarit digital është dërguar në një spital privat, por duhet dini që Ergyes Agaçi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergyes Agaçin. Përveç kritikave ndaj pushtetit, Berisha ka paralajmëruar edhe brenda rrallëve të partisë së tij, duke krahasuar situatat me ish-këshilltarë të përjashtuar në Bashkinë e Durrësit. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Shkove bëre fushat për deputetin kundërshtar. Mirë, tani kërkon të më shitesh mua se je të marroj periudha qeras? Jo. Pra, këto janë përpjekje të dëshpëruara të Edi Ramës, dhe të atyre që bëhen lolot e tij, po e vërteta është që në përfundim, Berisha bëri thirrje qytetarëve dhe anëtarëve të partisë të ruajnë fokusin e përpjekjeve për zgjedhjet e vitit 2027 dhe të mos bien pre politikave të pushtetit, duke cilësuar kryeministrin si nxitës të aktiviteteve që ai quajti turnej punëve të partisë së krimit.